Kryeministri i Partisë Demokratike Sali Berisha ka marrë pjesë në takimin e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë me temë hartimi i një platforme për një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm. Berisha ka prezantuar edhe programin e Partisë Demokratike për biznesin. Ne e konsiderojmë jetike një ndërhyrje emergjente, një revolucion të vërtet në ekonomi, me të cilin ne besojmë se do të shënojë një kthes rrejsore. Së pari, ne jemi dhe mbetemi të zotuar para biznesit për një revolucion të ri të vërtet fiskal. Ne besojmë se parat në kontot e tyre janë më të vlefshme për shoqërinë dhe qytetarët se sa në kontot e qeverisë, mbasi kjo jep mundësi të mëdha punësimi, zgjerimi të aktivitetit. Ai shtoi se eksportet nga viti 2023-2024 janë ulur me 32%. Berisha theksoi se Partia Demokratike ka shpallur programet e saj teksa theksoi se në qendër do të jetë ekonomia. Më tek kryei i Partisë Demokratike tha se u garanton sipërmarrësve se do të bëjnë gjithçka që vendi të prodhojë sa më shumë dhe me sa më shumë cilësi. Shqipëria 3 vitet të fundit është Shqipëria e rënjes dramatike të prodhimit. Është Shqipëria që nga një semestër në një tjetër, prodhimi industrial bie, eksportet nga viti 2023 në vitin 2024 janë ulur me 32% statistikë zyrtare kjo. Eksportet nga njëri muaj në muajin tjetër të këtij viti vazhdojnë të bien. Prodhimi bujqësor shënoi rënje nga viti 2023 në vitin 2024, rënje dramatike ka në sektorin e blegtorisë, prodhimeve blegtorale. Pra, ne ecim drejt një ekonomie e cila mbahet sot në 2 shtylla kryesore, mbahet në ndërtimin dhe në një mënyrë ose një tjetër në turizmin. Ne kemi shpallur Made in Albania, prodhimin shqiptar si krenari kombëtare. Ne ju garantoj, ju dhe të gjithë sipërmarrësit, se do bëjmë gjithçka që ky vend të prodhojë sa më shumë, sa më me cilësi dhe sa më me konkurrencë. Gjithashtu kryedemokrati u shpreh se Rama me familjen e tij rrëmbeu 24 hektar tokë të kishës ortodokse me ndihmën e kreut të arkivave.